Është viti 25 që po organizohet sot dhe ndjemi shumë mirë sepse kemi krijuar brenda këtij panajiri pavionin e prodhuesve vendor në bashkëpunim me Mintin dhe Kiesën. Kemi arritur që të sigurojmë 32 biznese vetëm të pavionit të prodhuesve vendor, ndërsa pjesa tjetër janë biznese të cilat janë tregtare që vinë nga Kosova me produktet e huaja apo edhe kompanitë që vinë edhe nga jashtë. Një numër total prej dikon 130 bizneseve që janë të përfaqësuara në mënyra direkte dhe indirekte përmes kompanive të vendit që kanë edhe marrëveshje partneriteti me kompanitë e huaja. Ne do të fokusohemi që këta ekspozues, këto kompani që janë sidomos prodhuesit vendor, të gjejnë treg brenda vendit atje ku nuk janë të shtrim, po edhe jashtë vendit të eksportojnë. Për ne është shumë e rëndësishme që të identifikojmë nevojat e këtyre paraprake dhe kuadër të këtyre nevojave të punojmë në mënyrë individuale që të sjellim pastaj vizitorë cilësor të zgjedhur që kanë interes pikërisht për këto kompani dhe për këto produkte. Në këtë drejtim mendoj që Agrokos, edhe slogani i tij është që krejt po rritemi me Agrokos, është që vërtet t'ju ndihmoj dhe t'i rris kompanitë tona prodhuese që janë.